folur non-stop. U takuam dhe mbas në muajin e 4, mua ma merr vesh burri, ish burri domethënë. Më kapi ca biseda në celulara, ku diun, i kisha dhënë në PC. Edhe u bë një zallamahie e madhe, domethënë ai për momentin e bë shumë keq, domethënë u bë situata me gocën, filloi të fuste dhe gocën, domethënë që po ndodhte diçka çamet i madh. Edhe unë mbaj mend atëherë që qaja, dhe nuk qaja që po humbja familjen, po qaja që po humbja këtë njeriu, domethënë që si do flas më me këtë njeri, kam kalu një periudhë shumë vështirë. Gjithsesi unë ja komunikova këtij që ndodhi kjo me bashkëshortin, edhe për disa muaj nuk folëm, pastaj sa u qetësuni çik këto ftuhit, filluam prap, u rikontaktuam, flisnim, pastaj ndodhi diçka aty në shtëpi, pushonim 1-2 muaj,